Qysh tash dhe ma heret fat pata që u kun fillim të vere, se kur është për shambull në shtator, duhet krejt vera, jo në fakt ma nxet ka qenë tepër, u kun ajo java që ke në Francë, ajo heat wave, java ma nxet në botë, u kun qatë javë, edhe në mal u kun nxet edhe tepër nxet, u kun edhe gjatë vrapit, ka pas shumë që edhe kanë shu garen për shkak të nxetit, po une e kam, une muj me përballu ma shumë nxetin se ftoftin se du hiq, po, hiq se du. Kjo s'është për Everest, hiq. Ja, e kom në shkruz, se kej po pysis di pse ato me shku, do më thonë ku kom pa oj ljumej, e kom shti kryt, jo m'hi komplet, kështu për më fla dit. E kesh ju? Po ka shku mirë, jo me ndoni ankes, kështu s'kom pas problem. Një tjetër achievement. Një tjetër, po. Po, adin qysh, tash e bëj ma shumë veç për qef. Nuk është që dikush e pret prej meje. Po në fakt shtu edhe e ke nisë, për qef, për vetën, për organizmin. Të garat janë të mira se dhe ta jepin një motiv, një cak, po, për me ushtru, se për shamu mos me pas garë, ndështë të thush hajtë se pa kelshën. Kur e ki garën e ki si presion, normal që më ndështë edhe mos me shku, po trin bi krya, jo? Edhe kur gjo e ki një eveniment, shkon atje, për shamu kortina, ke atmosferë, ka dhe vrapus tjerë, që atë motivën, se ndështë të diri që atë ditë më ka dok vetja pa pregaditme, po ku shkova atje i pash tjertë edhe hapas hapi, u krynë 80 kilometra. Pranverë, kur the që disa janë nalë për shkak kohës ose edhe arsye tjerë, atë ka ndonë dhe ndë një prej garave asnjëherë me unë? Hala deri tash, mos t'i bim sysh se tash në televizion. Po e prekim mundën. Jo s'm ka ndodhë, besoj që edhe mu ka me ndodhë si gjithë tjerëve, se cili vrapuse ka një DNF, did not finish. Kjo mundet me ndodhë për shkak shumë arsyeve, qatë ditë sukon dita jote. Une jam kështu ka gja kryfort edhe besoj që muj me qu edhe për te gjdo limiti, mirë po ndodhë t'i shka që thjesht